Shkupi ngulfatej me muaj nga mbeturinat, vetëm që Orse Gjorgjevski të bëj triqe PR-i, cirk dhe spektakël me drone kamera. Kështu reagojnë nga LSDM-ja opozitare veprimet e të parit të qytetit të Shkupit mbrëmjen e së Ejtes, që kishte mobilizuar gjithë punëtorët dhe kishte vënë në funksion gjithë makinerit për pastrimin e mbeturinave në qytet. Përderisa bota dhe rajoni po përpunojnë me inteligjencën artificiale, ndërsa fqinjët tanë po dërgojnë satelit në orbit, DPMN dhe Orse Gjorgjevski na kanë sjellë në atë pikë që me bllokadat të qëllimshme të bëjnë PR. Kurse sipas kryeministrit, mos pastrimi i mbeturinave është një strategji politike e opozitës që i ka shkaktuar dëme qeverisë dhe shtetit, ndërsa lavdëroi kryetarin Gjorgjevski që, siç u shpreh, nga mbrëmi ka përveshur mëngët dhe ka nisur me punë. Kryetari mbrëm arriti të mobilizojë të gjitha kapacitetet në kohë rekord, por gjithashtu falenderoi kompanitë me përgjegjësi sociale që ju bashkuan aksionit dhe mendoi se gjë ishte gjithçka mirë dhe me një aksion kaq të fuqishëm, sot nëse asgjë tjetër mundëm të shihnim që kontenierët janë të paktën bosh dhe të pastër. Kryetari i qytetit Orse Gjorgjevski, duke folur për mobilizimin që bëri mbrëm, paralajmëroi se inspektorët janë në terren dhe do të dënojnë secilin që nuk kujdeset për mjedisin. Të hënën në higjienën komunale kishte 16 kamion aktiv, mbrëm kishte 40 dhe punojnë për të siguruar edhe disa kamion. Gjithashtu edhe makineria e pastrimit të rrugëve, mbrëm kishte 8, më herët nuk kishte as pak. Rrugët nuk janë larë me vite, as qendra e qytetit, mbrëm kishte cisterna, inspektorët janë në terren gjatë gjithë kohës dhe do të dënojmë secilin që nuk trajton ashtu siç duhet mjedisin. Por gjithashtu thosë se do të dënohen edhe inspektorët e rajonit të caktuar që nuk kanë dënuar personat përgjegjës që nuk janë kujdesur për mjedisin.